Këto dy super maska do i bëjnë kaçurrelat tuaja të duken yll. Maska me vaj kokosi, kastravec dhe vezë. Ju duhet një vezë, një kastravec i vogël dhe një lugë gjelle vaj kokosi. Kaloni në frulator vezën dhe tulin e kastravecit. Më pas bashkoni masën me vajin e arrës të kokosit. Pasi maska të jetë bërë kremoze dhe homogjene, aplikojeni në flok dhe masazhojeni për 5 minuta. Lëreni të veproj për të paktën një orë. Lani kokën me shampon e zakonshme dhe ujë të vakët. Mask me birë dhe limon. Përbërësit janë një gotë ujë, një limon i shtrydhur dhe një kanaçe birë. Fillimisht të zjeni ujin, pasi ta hiqni nga zjarri, shtoni birën dhe lëngun e limonit. Vëreni të zjejë në zjarr të ulët për 2 minuta. Pasi të ftohet, hidheni masën në një flakon në formë sprucatori dhe njohni flokët në të gjithë gjatësinë e tyre. Mos u ekspozoni direkt në diell, mund ta mbani në kokë sipas dëshirës. Këshillohet të përdoret 2 deri në 3 herë në javë.